Zbulimi japonez që do të ndryshoj botën. Shkencëtarët japonez të Kyoto University kanë shpikur një pajisje që është në gjendje që të prodhojë energji nga ajri, dhe ky dispozitiv ka një madhësi sa një kuti shkrepseje, por jaft që të gjenerojë energji elektrike direkt nga lagështia e ajrit. Nuk ka nevojë për diell, as për erë, as për ndonjë elik apo ndonjë mjet tjetër lëvizës, por vetëm nga molekulat mikroskopike të ujit që gjenden përreth nesh. Shumë studiues deklarojnë se kjo shpikje do të ndryshojë një herë përgjithmonë furnizimin e energjisë tradicionale. Brenda kësaj pajisje ka një strukturë nanomateriale, e cila kap jonet e mjedisit. Kur këto jone bien në kontakt me materialin, krijohet një rrymë elektrike e vazhdueshme, që është e pavarur nga moti apo nga ciklet e ditës dhe të natës. Ndryshe nga energjia diellore apo e erës, kjo teknologji funksionon edhe në errësirë, në heshtje totale dhe pa pjesë lëvizëse. Nuk nevojiten panele, turbina, bateri apo pajisje shtesë, sepse çdo gjë që nevojitet është vetëm ajri. Shkencëtarët e Institutit Kombëtar të Shkencave dhe të Teknologjisë Avancuar janë të bindur se nëse lejohet kjo teknologji dhe të vihet në funksion, ky sistem do të revolucionojë një herë përgjithmonë prodhimin e energjisë gjithandej, madje edhe në zonat më të largëta, shtëpi apo vende që fatkeqësisht mungon rryma. Për më tepër, kjo lloj pajisje nuk nxjerr energji nga toka, por e mbledh atë nga hapësira përreth nesh. Energji e lehtë, e pastër, e arritshme për të gjithë sepse ajri është falas. Duhet theksuar se lagështia gjendet kudo, edhe në shkretëtir. Kudo ka molekula uji të mjaftueshme për të furnizuar me dritë, dhe vetëm me anë të ajrit mund të ndriçojmë botën. Ju, çfarë mendimi keni për këtë shpikje? Pres komentet tuaja dhe ndajeni.